Fermerët në zonën e Lushnjës po vazhdojnë të përballen me vështirësi të shumta këtë sezon bujqësor. Ditët e para të prillit, fal dhe kushteve atmosferike, kërkojnë mbjelljen e kulturave si misri dhe luledielli. Por sipas fermerëve, kostot e larta po e bëjnë gjithnjë më të vështirë vijimin e aktivitetit. Rritja e çmimit të naftës, shtrenjtimi i plerave kimik dhe kostot e punimeve bujqësore, të kombinuara me mungesën e subvencioneve reale nga shteti, rrezikojnë seriozisht falimentimin e tyre. Me kostot tonë jemi shumë të zhgënjur për si vjetë, sepse janë çmimet shumë të larta. Sidomos naftën që ne nuk e përballojmë dot naftën, që ka vetë me 224 lek, që janë çmimet marramendse. Si çdo vit si vjetë që me 1,60. Sigur ha diçik. Për misrin janë ngretur gjithçka, plenat janë ngretur gjithçka. Ka vajt misri ka vajt 12.000 lek kile, si vjetë na morëm me 7.500 lek. Po, farën, për flas gjithsesi. Plenat gjithsesi janë rrit stratosferë, ka vajt 98.000 lek kuintali sot, dapit. Llogarizim për vjet ka qenë më pak. Ka vajtur çdo gjë shumë. Plenat janë rrit 20.000 lek për kuintal. Pleu, nafta ka vajt 2.250, ke parasysh, punimet më ashtu. Janë çdo gjë janë ngritur shumë. Po mundohemi të rezistojmë. Çoj, sa do zgjasë kjo rritje çmimeve. Unë nuk mill me. 15.000 lek urdhë. 9.000 lek mora kilën e farës. Ja ku ke farën. 9.000 lek. Po tarifat e plugimit edhe mekanika rritur? Mekanika është rritur. 15.000 lek ka vajt i dylym frezë. 20.000 lek ka vajtur plugimi. Llogariti veti me ti se s'kam shkollë ose jam pa shkollë. Kush doj që di, se do thuash ti, se pesa se më pëdes mu së mbije me në unë dua të punoj, të jetoj. Më kupton, du të punoj e të jetoj. Jo, hajde bëj ti vete sap, i me nuk po i flas. Po subvencione keni marrë ndihmë nga shteti? Asi gjë. Pse, a keni aplikuar? Ku që të aplikosh? Aplikuam vjetë për naftën, na dhanë 200.000 lek. Asi gjë tjetër. Mungesa reale e subvencioneve në bujqësi dhe burokracia për plotësimin e kushteve që në realitet nuk plotësohen dot nga fermerët do të çojë në braktisjen e punimeve dhe kultivimit të tokave, ku sot mbi 60% e tyre janë djerë e të papunuara. Ndërkohë edhe për ata që kanë investuar, prodhimi pritet të jetë të paktën 40% më i kushtueshëm. Ky i vendos fermerët vendas në një pozicion të pafavorshëm në treg përballë produkteve të importit, të cilat shpesh shiten më lirë.